Përshëndetje të dashur miq, me lajmin mjaft të mirë që më dha Edi Rama dje. Sepse unë i kam thënë, Amerika prangat në zyrë do t'i vëj. Dhe ky, për të mystifikuar mua, u shpreh, një hajvan Amerikë. Si tha ke CNN-i, Donald Trumpi fatkesi për Amerikanë, mos e votoni. Ligjiriko, 90 ditë afat, ka filluar numërimi pas. 16.000 faqe nuk janë prova, thot ai. O tyt, për një rryp sigurimi, për 2 gram kanabis, për 20.000 lek drita i ke futur në burg, me 16.000 faqe, me miliarda euro vjedhje. Qa mendoni se mundet të ndodhi me atë drejtsin, ku ti nuk e kontrollon dot më, dhe e bërë si i marë. Në fakt, ke kartel në psikopatisë, po dash zoti ta vënë në tavolin e të thonë firmos këto, dërzoj parat e vjedhura, po të shpallin budalla legal me vendim gjykate përfundimtar dhe të shpëtosh ti edhe Shqipëria. Pa ato pare të ti marrin se ke vjedhur një 20 miliardë euro, këtë e din të gjithë. Gjithë të mirat.